Besimtarët ortodoks në Fier kanë marrë pjesë paraditën e sotme në ceremoninë tradicionale të hedhjes së kryqit, një nga ritet më të rëndësishme të kalendarit fetar ortodoks e organizuar nga Kisha e Shën Gjergjit. Atmosfera ishte solemne dhe mbreslënse, pavarësisht motit të ftohtë. Pas zhvillimit të meshës së shenjtë, procesioni i besimtarëve i shoqëruar nga klerikët dhe këngët liturgjike ju drejtua Shatërvani në sheshin Europa, ku në prani të qindra qytetarëve u zhvillua riti hedhjes së kryqit në ujë. Momenti kulmor i ceremonisë erdhi kur disa të rinj, duke sfiduar temperaturat e ulta dhe ujin e ftohtë, u hodhën për të nxjerrë kryqin, një akt besimi, guximi dhe përkushtimi. Kryqi u nxorr nga 18 vjeçari Samuel Kolan nga Roskoveci për të dytin vit radhasi, duke u kthyer tashmë në një emër të njohur për këtë rit në Fier. I emocionuar, ai adorozoi kryqin për bekim At Nikola, ndërsa nuk fsheu ndjesitë e forta dhe shpirtërore që sipas tij e shoqëruan gjatë gjithë momentit. 18 vjeç nga Roskoveci. Është hera e parë? Hera e dytë. Radhasi. Shumë. Një mesazh. Ndihemi bekuar. Falenderoj Zotin mbi gjitha, familjen tim dhe miq që kam. Faleminderit. Dita e ujit të bekuar simbolizon pagëzimin e Jezu Krishtit në lumin Jordan dhe sipas besimit ortodoks në këtë ditë të gjitha ujërat konsiderohen të bekuara. Ceremonia e hedhjes së kryqit mbetet një traditë e rënjosur ndër breza që bashkon komunitetin, forcon besimin dhe rikthen vëmendjen te vlerat shpirtërore, edhe në kohë kur gjithçka tjetër duket se ecë në nxitim.